10 drejtues mjetësh janë ndërshkuar për shkelje të ndryshme të kodit rrugor gjatë ditës së sotme në rrugën e Arbrit. Njësia operacionale për sigurinë rrugore në varësi të drejtorisë së policisë rrugore u ndal këtë të njëjtën në qarkundibër, kryesisht në rrugën e Arbrit në pikat e zeza ku ka patur aksidente së fundmi. Gjatë monitorimin me pajisje inteligjente si dron, radar alkooltestues, janë ndërshkuar 10 drejtues mjetësh me masë administrative. Në objektivin e radarit të njësisë operacionale ra 134 drejtues mjetësh që lëvizin me shpejtësi të normës së lejuar. 32 parakalime të gabuara, të cilat u konstatuan me pajisjen dron, si dhe disa drejtues mjetësh kryesisht të transportit publik u testuan për përdorim alkooli. Gjithashtu oficerët e njësisë operacionale për sigurinë rrugore ndërshkuan me masë administrative 76 drejtues mjetësh për përdorim telefoni gjatë vozitjes dhe mosvendosjes së rripet të sigurimit. Aksioni u zhvillua në segmentin e rrugës së Arbrit në Gjoric, ku që prej hapjes së tij për qarkullimin janë regjistruar disa aksidente me pasojë në humbje jete njerëzore. Policia u ka bërë thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit, të shmangin shpejtësinë e lartë dhe manovrat e rrezikshme, në mënyrë që rruga e Arbrit të mos kthehet në një martërie të rrezikut, por në një lidhje të sigurt dhe moderne midis Dibrës dhe kryeqytetit. Në rregull në drejtimin e mjetit. Do të komentat lutem? Alo. I dhe vetëm si foto ti është thjesht për shpejtësi e për. Asja lë gjë më vetë.